Gjykata e posaçme ka dënuar me 11 vite burg biznesmenin Rezar Taçi, i akuzuar për tentativë pastrimi të 18.3 milion eurove, që dyshohet se i përkasin mafias italiane Cosa Nostra. Po ashtu është pranuar kërkesa e SPAK për konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit, të shumës prej 18 milion eurosh, që sipas organit të akuzës lidhen me aktivitetet kriminale. Taçi ndodhet në kërkim dhe u gjykua në mungesë, teksa ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest në burg, e dhënë po në mungesë. Procesi ndaj tij është pezulluar për rreth një vit për shkak të mosgjetjes së biznesmenit për ekzekutimin e masës. SPAK e akuzon Taçin për veprat penale, pastrim parash dhe grupi strukturuar kriminal në kuadër të një skeme të dyshuar për transferimin dhe legalizimin e fondeve që dyshohet se burojnë nga aktivitetet të paligjshme të organizatës mafioze italiane. Ky i fundit akuzohet se në bashkëpunim me italianët Francesco Zumo, Fabio Patrucella, Daniele Cestagali, ka organizuar një skem për pastrimin e parave në disa vende të botës, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. 18.4 milion euro të mafjes italiane Cosa Nostra u bllokua në një bankë në Shqipëri në nëntor 2021. Sipas SPAK, Taçi do të pastronte parat përmes lëvizjes në disa banka në disa shtete dhe do të merrte përqindjen. Nga hetimet e SPAK, Artur Balla dhe Bletar Lilo kanë pasur një rol aktiv për të ndihmuar italianët Francesco Zumon dhe ekonomistin Fabio Petrucellan, të dy të arrestuar në Itali, të hapnin llogari bankare dhe të bënin transferta parash për pastrimin e tyre. Balla dhe Lilo ndihmonin italianët me lëvizjet e tyre në Shqipëri dhe bënin transfertat e parave sipas porosive që u jepte Rezar Taçi, i cili është në kërkim nga policia. 18.4 milion euro ishin depozituar nga Korriku në një llogari bankare të hapur pranë Alfa Bank në Tiranë dhe pastaj duhet të transferoheshin në Hong Kong dhe Singapore nëpërmjet një kompanie të Rezar Taçit, po SPAK e bllokoi operacionin. Llogaria ishte në emër të Francesco Zumo me shumën 18.399.996 euro, ndërsa Taçi do të fitonte 3 milion euro nga ky operacion, ose 16% e shumës. Shuma vinte nga një bank në kantonin zviceran në Ticino dhe ishin pjesa e pasurisë 150 milion euro të Francesco Zumo, të konfiskuar nga gjykata italiane, si të ardhura nga Cosa Nostra. Më 25 prill 2023, gjykata e posaçme deklaroi fajtor dhe dënoi 2 të besuarit të Rezar Taçit në këtë veprimtari kriminale, Artur Ballën dhe Bledar Lilon, vendimarrja që u la në fuqi nga apeli në muajin tetor.